Vetëm 3 paragraf të shkurtër përmbante njoftimi i qeverisë ku bëhej me dije largimi i Shkëlqim Canit nga posti i ministrit të financave dhe emërimi në vend të tij i Arben Ahmetajt. Portofoli ekonomisë i jepet Milva Ekonomit, që deri më tani ka qenë zëvendës ministre e shëndetësisë. Shkarkimi i Canit, i vetmi që kryeministri Rama kishte lejuar të mbante mandatin e deputetit në Dibër, ndodhi në një kohë kur kreu i qeverisë është shprehur kundër ndryshimeve në kabinet. 60 vjeçari Shkëlqim Cani ka qenë më parë guvernator i Bankës së Shqipërisë dhe largohet nga financat pak ditë përpara mbërritjes së misionit të FMN-s, që do të lëvrojë dhe këstin e radhës së kredisë prej 300 milionë euro. Por deputetin socialist Ben Blushi, largimi i Shkëlqim Canit është i vonuar. Performanca keqe ekonomike, rritje papunësie, taksa të zbalancuara, shumë pak politika për të varfrit. Performanca e administratës fiskale ka qenë e dobët. Kështu besoj që është një ndryshim i vonuar. Problemi nuk janë emrat, është mënyra si po qeveriset. Pra, nëse ka një arsye për të shikuar këtë qeveri, është metoda e qeverisjes. Më shumë se emrat. Tauland Balla vlerësoi Shkëlqim Canin për kontributin dhe kritikoi Blushin se dëmton qeverinë me deklaratat e tij si Berisha. E falenderojmë Shkëlqim Canin për gjithë punën e bërë për vendosjen e rregullave në ekonominë shqiptare dhe për formalizimin e ekonomisë. Leoni që t'i uroj shumë sukses ministrit të ri të financave, zotit Arben Ahmetaj, i cili ka për detyrë të çojë përpara betejën për formalizimin e ekonomisë së Shqipërisë. Dhe po ashtu, shumë sukses edhe ministres së re të ekonomisë. Nëse i konsideron dhe ministrat e vet dhe politikat e veta si lodra që ndrohen, pra ndron një elefant me një qenush, apo ndron një qen me lesh, me një ketër, unë duhet jem njëri serioz dhe të flas për politika. Pra, thelbi sot ky është. Flasim për politika strategjike, të cilat mund të nxjerrin Shqipërinë nga ky depresion i madh. Përsëri keqardhjen për këtë reagim të zotit Blushi, i cila është në vazhdën e disa qëndrimeve, të cilat janë në dëm të Partisë Socialiste dhe në formë destruktive ndaj qeverisjes së Partisë Socialiste. Dhe më vjen keq që në reagim kur flet për ekonominë, flet një lloj si Saliu. Ndërsa ministri i mjedisit Lefter Kokaj ka përcjell pa shumë komente ndryshimet në qeveri. Unë jam njohur ashtu si dhe ju, jam në aktivitet, jam njohur tani që është larguar zoti Cani dhe është zëvendësuar nga zoti Ahmetaj. Më shumë se kaq nuk mund t'ju them. Në njoftimin e shkurtër të qeverisë nuk jepej asnjë arsye për zëvendësimin e kreut të financave me një koleg tjetër, por tashmë i hapet rruga edhe ndryshimeve të tjera në qeveri, të përfolura në ambientet mediatike në mesditë, teksa kryeministri Rama drekonte me deputetë të tij.